Një moment i pazakont ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve gjatë transmetimit të fundit të Top Arena. Menjëherë pas përfundimit të intervistës me të ftuarën Valbona Mhilli, moderatori Edi Manushi ju drejtua Mateo Borrit me një pyetje që ngriti dyshime se ish banori Big Brother VIP Albania nuk po ndihej mirë. O zotri, jam i shqetësuar për shëndetin tënd. Ti gjithkohës qesh, i je mirë tani? Do vazhdosh apo do shkëputesh? E pyeti Manushi. Mateo u përgjigj shkurt duke thënë se do të qëndronte në studio deri në bllokun e radhës publicitar. Megjithatë, moderatori vendosi të ndërhyjë menjëherë. Do ta bëjmë që tani. Hajde Mateo, hajde një duar trokitje përcjelli Mateon. Faleminderit, është pa qejf pavarësisht buzëqeshjes, tha Manushi para publikut. Pas kësaj ai u drejtua stafit në prapasken duke u kërkuar që të kujdeseshin për Mateo Borrin dhe ta shoqëronin për në shtëpi. Nuk është bërë ende e ditur se çfarë problemi shëndetësor apo shqetësimi mund të ketë pasur Mateo, por momenti nuk kaloi pa u vënë re nga publiku, i cili reagoi menjëherë në rrjetet sociale duke u interesuar për gjendjen e tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.